dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Ballagati humbet traditën e qershisë pasi prodhimi i tyre është ulur ndjeshëm për shkak të tharjes së pemëve. Fermerët po detyrohen të kalojnë drejt kulturave më rezistente si ulliri. Zona e Ballagatit, dikur e njohur për prodhimin cilësor të qershive, sot po përballet me një realitet krejt ndryshe. Pemët e qershisë janë tharë gradualisht ndër vite, ndërsa fermerët janë detyruar të zëvendësojnë ato me kultura më rezistente si ulliri. Edhe pse prej disa ditësh ka nisur vjelja e qershive, prodhimi këtë vit është i kufizuar. Sasia e pakët ka ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e çmimit në treg, i cili varion nga 700 deri në 1000 lekë të reja për kilogram. Po nuk ka për prodhim thahen. Ja, kjo është më bëj. Thahen. Thahen nga rrezë e dylli. Thahen kush është shaktari që thahen është? Nuk i di edhe, po shartesa. Shu është. Aktualisht sa po shitet qershia? 8-9. 8-9. Është shumë i kënaqshëm për ju? Po të ketë prodhim mirë, se po s'ka prodhim. Është i dobët të vit? Po, është dobët fare, jo, është dobët fare. Është dobët fare. Arsyeja pse ka kaq pak? Vetëm në koha. Ka ndikuar moti? Moti. Koha. Ballagati ka qenë një zonë e njohur për qershitë dikur. Ballagati ka qenë kampioni në Shqipëri për qershinë. Po sot si është? Tani s'ka huj. As 10% që jo. Fermerët shprehen se kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të rikthyer prodhimin e qershisë, duke mbjellë fidan të rinj, madje edhe të importuar nga Greqia. Por sipas tyre as këto tentativa nuk kanë dhënë rezultat, pasi fidanët nuk janë përshtatur me kushtet klimatike të zonës dhe janë tharë. Banorët e lidhin këtë situatë kryesisht me ndryshimet klimatike, dimrat më të butë, pranverat e paqëndrueshme dhe mungesa e rreshjeve në periudha kyçe për zhvillimin e pemëve kanë ndikuar ndjeshëm në dobësimin dhe tharjen e qershive. Ka pas qershi para 30 vitesh, 40 vitesh, mbahet si zonë, po këto kohë të fundit klima ka ndryshuar dhe nuk bëhen më. Dhe po vjen drejt degradimit. Dhe një ty ke pa që po ikin pjesa e qershive dhe kanë filluar të fusin ullit. Nuk ka një varietet që mund të rezistoj zonës? Janë mundur njerëzit, edhe nga jashtë që kanë sjell qershi, prap nuk i ka rezistuar klimës ku. Për shkak me fjalë klima ka ndryshuar. Jo se është faj njerëzve të apo i punëtorë, ku e shumë njerëz punëtorë, po fakt që ka ndryshuar klima. Dhe nuk i reziston më. Kanë tentuar prap njerëzit? Kanë tentuar 2 herë, 3 herë dhe nuk reziston, nuk i përshtatet klimës. Edhe nga jashtë kanë sjell fidanën. Edhe unë vetë kam mjellë, se unë kam atë lokalin e tropikalin, kam mjellë gjithë lart malin, nga 7-8 rëj, 100 rëj, kanë ngellë edhe 7 rëj. Janë ty ke u degradu. Do tentoni mbjellni më? Nuk e shikoj, më është vështirë sepse nuk i përshtatet. Në këto kushte, rikthimi i kësaj kulture tradicionale në prodhim të qëndrueshëm duket gjithnjë më e vështirë, ndërsa fermerët po orientohen drejt alternativave më të sigurta për të mbajtur gjallë ekonominë bujqësore të zonës. U bë sot analiza vjetore në gjykatën e Fierit, ku janë rritur ndjeshëm çështjet penale në 2025-ën. Në fokus ishte mungesa e ambienteve dhe rritja e dhunës në familje. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2025. Të pranishëm në këtë takim ishin kryetari i gjykatës Noel Veizi, inspektori i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, antarët e KLG-s Emona Muçi e Bletar Bajri, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues të Drejtorisë Vendore të Policisë, si dhe aktorë të tjerë të sistemit. Në fjalën e tij, kryetari i gjykatës Noel Veizi theksoi se ky vit ka qenë sfidues për shkak të mungesës së organikës dhe ambienteve të pamjaftueshme të gjykatës. Gjatë punës në një territor me 6 bashki dhe një popullsi prej 220.377 banor, në gjykatën e Fierit rezulton një rritje çështjeve të gjykimit, veprave penale 71.5%. Ku dhuna në familje ka pësuar rritje duke shënuar treguesit më shqetësues të 5 vjeçarit të fundit, ndërkohë që numërohen një numër i lartë çështjesh të mbartura. Pavarësisht vështirësive, mungesës së sallave, mungesës së zyrave dhe vështirësive të tjera që publikisht dihen, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, duke sakrifikuar jo vetëm orarin zyrtar, por edhe orarin në të cilën duhet të jenë pranë familjeve të tyre. Dhe unë e di shumë mirë sepse u bë viti i tretë që jam pjesë e gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier.
dhe e di shumë mirë se çdo të thotë ngarkesë pune. 2025 kemi gjykuar 7.942 çështje të përfunduara, ndërkohë në 2024 kemi pasur 7.712 çështje të përfunduara. Çka tregon qartë që këtë vit kemi një rritje të çështjeve për të cilat gjykata kanë dhënë vendime përfundimtare. Mungesa e ambienteve të sallave të gjyqit dhe konsultimit riktheu edhe një herë në vëmendje debatin e nevojës së gjetjes prej 15 vitesh të një sheshi për ndërtimin e një gjykate të re. Kryetari i dhomës së avokatisë Fier Ermal Hamataj theksoi se kjo problematik duhet të zgjidhet sa më parë. Gjykata e Fierit me avokatët dhe me qytetarët është njësoj si të bjeri shi dhe të rrish në diell dhe të nxjerrin dhe të dera kur vin IEVP-ja ose kur vin komisariati. Në fakt, kjo nuk është thjesht shqetësuese, por është edhe e turpshme që sot në 2026 me një fond që nuk i kalon 500.000 lekë të reja, gjykata e Fierit duhet ndërtoj një sallë pritje për avokatët. Mjafton 20 metra katror, 30 stola për të qëndruar atje që dhe ne të presim si qytetar dhe profesionist dhe mos ta vrasim mendjen se po na zë shiu apo po na zë dielli dhe do dalim të dera. Gjatë vitit 2025, numri total i çështjeve për gjykim ishte 10.764, ndërsa numri total i veprave të gjykuara 5.677, ndërkohë që u dënuan 971 shtetas, nga të cilët 17 ishin të mitur. Plagosje me thik ndodhi dje në Fier, dyshohet mosdhënie qiraje. Policia ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar dhe po vijon hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në lagjen 15 tetori në Fier, ku një 35 vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës thik pas një konflikti mes dy të rinjve. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi në ambientet e një lavazhi, ku një debat verbal ka degraduar në përdorimin e thikës. I plagosur ka mbetur shtetasi EG, i cili është goditur me thik në pjesën e barkut dhe është transportuar me urgjencë në spital. Burime zyrtare bëjnë me dije se ai ndodhet në spitalin rajonal Fier, ku po merr ndihmën mjekësore dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë mbërritur në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave. Edhe pse i dëmtuari nuk ka bashkëpunuar duke dhënë detaje apo duke identifikuar autorin, policia ka arritur të identifikojë të dyshuarin. Sipas hetimeve paraprake, konflikti dyshohet të ketë lindur për shkak të një marrëdhënieje qiraje, pasi i plagosuri ishte pronar i një subjekti në zonë, të cilin ja kishte dhënë me qira autorit të dyshuar. Policia ka shpallur në kërkim shtetasin AK, 25 vjeç banues në Fier, i cili dyshohet se gjatë konfliktit ka goditur me thik 35 vjeçarin dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Aktualisht vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa grupi hetimor po punon për të sqaruar plotësisht dinamikën dhe motivet e kësaj ngjarje. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e 8 të Komunitetit Politik Evropian në Armeni, nga ku theksoi nevojën për bashkim dhe forcim të Evropës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbërritur këtë mëngjes në Yerevan të Armenisë, ku po zhvillon punimet samiti i Komunitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e 48 krerëve të shtetit dhe qeverive nga e gjithë Evropa, si dhe për herë të parë edhe të Kanadas. Ky samit konsiderohet një nga forumet më të rëndësishme politike në kontinent, ku liderët diskutojnë mbi bashkëpunimin, sigurinë dhe sfidat e përbashkëta të Evropës. Në mbërritje, kryeministri Rama u ndal përpara mediave ndërkombëtare ku theksoi rëndësinë e këtij takimi si një mundësi për të ndarë ambicie dhe shqetësime të përbashkëta mes vendeve evropiane. I pyetur mbi përparësinë e Evropës për negociatat me Bashkimin Evropian, Rama u shpreh se është thelbësore që Evropa të ecë më shpejt drejt bashkimit të saj të plotë. Sipas tij, një Evropë pa plot është më e dobët dhe më e cënueshme, duke theksuar nevojën për vendimarrje më të shpejtë dhe më efektive në nivel unioni. Duke folur edhe për rolin e NATO-s, kryeministri Rama nënvizoi se aleanca duhet të mbështetet më fort në komponentin evropian në mënyrë që të rritet stabiliteti dhe siguria në kontinent. Samiti i këtij viti zhvillohet në moton ndërtimit të ardhmes, bashkimi dhe stabiliteti i Evropës, ku liderët pjesëmarrës po diskutojnë për forcimin e bashkëpunimit, koordinimin e veprimeve dhe rritjen e qëndrueshmërisë demokratike në rajon. Punimet e samitit pritet të vijojnë me sesione të ndryshme tematike mbi sigurinë, ekonominë dhe sfidat globale që prekin kontinentin evropian. Rinis aplikimi për formularet A1 dhe A1Z. Maturantët përgatiten për maturën shtetërore 2026, njofton Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro.
Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka njoftuar hapjen e procesit të aplikimeve për formularet A1 dhe A1Z për maturën shtetërore 2026. Ky proces është thelbësor për maturantët të cilët përmes formularit A1 do të përcaktojnë lëndët me zgjedhje që do të japin në provimet e maturës, një vendim që lidhet drejt për drejt edhe me degët universitare ku synojnë të vazhdojnë studimet. Nga ana tjetër, formulari A1Z u vjen në ndihmë maturantëve të viteve të kaluara, duke u krijuar mundësinë për të rifituar të drejtën e konkurimit për pranimin në universitetet publike dhe private në vend. Sipas njoftimit të Ministrisë së Arsimit, aplikimet do të kryhen gjatë 3 ditëve, nga data 5 deri më 7 maj nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16. Procesi do të zhvillohet në mënyrë elektronike përmes platformave zyrtare online. Autoritetet theksojnë se këtë vit është vendosur një fokus i veçantë në përmirësimin e menaxhimit të procesit, duke synuar rritjen e transparencës dhe minimizimin e gabimeve gjatë aplikimit. Nxënësit udhëzohen të tregojnë kujdes maksimal në përzgjedhjen e lëndëve, pasi këto zgjedhje kanë ndikim të drejtë për drejtë në rezultatin final dhe në mundësitë për pranimet në programet e studimit që preferojnë. Po ashtu shkollat e mesme dhe mësuesit kujdestar do të kenë një rol mbështetës gjatë këtij procesi, duke orientuar maturantët në plotësimin korrekt të formularëve. Matura shtetërore mbetet një nga hallkat më të rëndësishme të sistemit arsimor shqiptar. Pasi me nisjen e këtij procesi, mijëra maturant në të gjithë vendin hyjnë në një periudhë intensive përgatitjeje, e cila do të kulmojë me zhvillimin e provimeve dhe më pas me garën për pranimin në universitete. Shpërthimi dyshuar hantavirusi në një anije turistike me 150 pasagjerë në bord, 3 viktima dhe disa të infektuar. Një situatë alarmante shëndetësore është raportuar në bordin e anijes turistike MV Hondius, ku një shpërthim i dyshuar i hantavirusit ka shkaktuar 3 viktima dhe disa raste të tjera të sëmundjes. Kompania Oceanwide Expeditions konfirmoi se po menaxhon një situatë serioze mjekësore në bord, ndërsa anija ndodhet pranë Kepit të Gjelbër pas një udhëtimi disa javor që kishte nisur 3 javë më parë nga Argjentina me 150 pasagjerë në bord dhe përfshinte ndalesa në Antarktidë. Autoritetet holandeze konfirmuan se mes viktimave janë edhe 2 shtetas holandez, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë në një postim në X bëri të ditur se një prej të sëmurëve ndodhet në gjendje të rëndë në terapi intensive në Afrikën e Jugut. OBSH ka nisur hetimet për shpërthimin, ndërsa analizat laboratorike kanë konfirmuar praninë e virusit tek një prej rasteve të dyshuara. Në të njëjtën kohë, autoritetet e Kepit të Gjelbër nuk kanë lejuar zbarkimin e pasagjerëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, duke komplikuar më tej situatën. Hantavirusi është një infeksion i rrallë, por potencialisht fatal, që transmetohet kryesisht nga brecit. Sëmundja fillon me simptoma të ngjashme me gripin, por në raste të rënda mund të çojë në dështim të mëshkrive dhe zemrës, me një shkallë vdekshmërie që arrin deri në 40%. Aktualisht nuk ekziston një trajtim specifik për këtë virus, ndërsa kujdesi mjekësor përqendrohet në mbështetjen e pacientëve, sidomos në rastet e rënda që kërkojnë trajtim në terapi intensive. Këto janë lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.